si duken të shpër. Kështu të dala këto. Anila, mirë se të gjej. Përpara se më bësh propagandë, po pastaj e firra mendjes. Për ju të dyja, Iva sapo erdhi nga kuzhina, solli gjithë kadaifin e ka ngrënë këto gocat, të dy gocat. Iva bashkë me Antonetën. Ja, unë vetëm E ka ngrënë dhe pastaj filluan të kërceni që të unë vetëm e provova të umnin që të kalori. bëja degustimin e shef Redonit, se tani, shiko, është mungesë edukate kur dikush gatuan diçka, ta jep ta provosh dhe mos ta provosh. Apo jo? Quhet si kthim dore. Është, Nuk i bëjmë këto gabime. Mundësi e shëndetshme. Ja, tani për shembull do marrim disa këshilla, po. Si këto kalori t'i evitojmë, këto kalori të mara dhe ku të përqendrohemi këto festa, çfarë ushqimesh konsumojmë këto. Dëgjoj se unë jam veshur me të kuqe, do më quani si macja e zezë, nëse unë do ju thoja që mos konsumoni këtë, mos konsumoni atë në festat e Krishtlindjeve. Natyrisht është një natë shumë e shënuar, dhe pse jo, ne duhet të ushqehemi bukur, shëndetshëm dhe ajo çfarë është më rëndësishme, me shije. Të na shijoj çdo gjë që ham. Kështu që unë do ju toleroj sot që të konsumoni pak ëmbëlsirë. Të pini dhe një gotë verë. Sasia, përzgjedhja e ushqimit, të ketë pak truke, le të themi, për të mbushur atë stomakun i cili duke qëndruar për orë të tëra. Në pritje të darkës së famshme. Po. Gabimet janë thuajse gjithë ditën, që në mëngjes hiqet, i bëhet skip vaktit të mëngjesit për të mos konsumuar ndoshta shumë, për të pasur vend për vaktin e darkës. Dhe rrim gjithë ditën pa ngrënë, themi që rrim gjithë ditën pa ngrënë, po në fakt shkojmë tek mamaja atje, marrim diçka që ka gatuar, marrim ca fruta të thata, marrim ca bajame, lajthi, arra, si pa dashur. Dhe nuk arrim të kuptojmë ndoshta që po marrim disa kalori dhe nuk po arrim të kontrollojmë këto kalori. Dhe kur vim pastaj tek tavolina e darkës, natyrisht amvisat duhet jenë shumë të kujdesshme për të bërë ca truke të lezetshme për të na mbushur atë stomakun, ose edhe unë për të mbushur stomakun e të tjerëve, pa marrë ndoshta kalori të tepërta, të rënda, të cilat do të përktheheshin në ditën e nesërme, në lodhje, në kputje, në ëndje pak, si rezultati mbajtjes në organizëm të lëngjeve të tepërta, për shkak të konsumimit të ushqimeve jo shumë të shëndetshme, le themi. E vërtet. Dhe diçka tjetër, ne kishim në rubrikat më parë folëm për disa buqeta dhe Anila zgjodhi të mbante buqetën e hudhrave, sepse besoj kjo është buqeta jote e preferuar që doja sugjeroje dhe po të kishe mundësi të ja dhuroje të gjithë personave. Për syrin, për shijen, anti-inflamatore, në këtë periudhë jemi në periudhë gripale dhe natyrisht hudhra është shumë e mirë, mbajmë larg njerëzit që nuk na duan. E vërtet. Që nuk na durojnë në të mirë në të keq, se këtu dallohet. Pikërisht. Se ata që na duan që janë miq të vërtet nuk e kanë problem se ti ke konsumuar pak hudhër dhe ndoshta mund të mbash pak vërtet qëndron. Ndërkohë, kemi tryezën këtu, si gjithmonë me ushqime të ndryshme. Kam hequr sot të gjithë picat, ushqimet e përpunuara, të procesuara, dhe jam përpjekur të fokusohem tek perimet dhe frutat, të cilat duhet jenë, le të themi, pjesa kryesore e tavolinës së natës së Krishtlindjeve. Pas ke hequr dhe mishin, Mojnila. Vetëm një kokë rvez na ka lënë këtu shtazore. Po mish? Ai mishi që unë kishe aty ishte me yndyrë dhe e shmanga. Në fakt do preferoja të kishim peshkun, por të kishim edhe gjelen e detit, apo ato pulën, apo zogun e detit që ju thatë që kishit gatuar. Pra, kemi bërë në plan që do gatuajmë gjel deti, ose pul deti, ose varet dhe me thënë se çfarë. Kemi bën plan për datë 31. Okej, super. Do ta filloja darkën e vitit të ri me shumë kujdes me sallatra të shumta. Sallatat kanë aftësinë që të mbushin barkun e volumin, të mbushin stomakun dhe mos të japin kalori. Sallata me rukola për shembull është i shkëlqyer, por kombinimi do të ishte fantastik, sikur të kishim pak arra brenda, mund të kishim pak le të themi hurma, të cilë është një frut i stinës, edhe i shëndetshëm, pse jo, dhe të përzienin pak ti iknim asaj tradicionales. Sallata ruse, plot yndyrë, plot majonez, jo shumë e shëndetshme, me shumë kalori le themi, dhe të marrim këto sallatrat me rukola, me radhiqe, mund të përdorim spinaqin me pak lule shtry dhe brenda shegët, të cilët janë burimi le themi, na sjellim bollokun në shtëpi,
Dhe natyrisht do të ishte shumë e mirë edhe për antioksidantët që përmban, pra vlerat ushqyese të këtyre sallatrave që unë po përmend janë të jashtëzakonshme. Kështu që le të themi që nëse ne do konsumojmë këto sallatra, do të fillojmë stomakun duke e mbushur me sasi volumi, le të themi, shumë, por me vlera ushqyese të shumta, vlera kalorike shumë të pakta. E vërtet. E ndërkohë, më pas do mund të vazhdojmë me pjatat që janë tradicionale cila mund të ishte një risotto, le të themi, ndoshta risotto me scampi do të ishte një zgjidhje shumë e mirë. Për darkën e Krishtlindjeve? Po. Me risotto, a thua? Po, themi 2 lugë, jo më shumë. Kemi parasysh atë pjatën e famshme të Harvardit që unë ja kam përmendur her pas here, ku gjysma pjatës duhet ishte 5 perime dhe 2 fruta dhe pjesa tjetër do të ishte ndarë për gjysmë, pra çereku duhet ishte gjysma proteinë e shëndetshme, pa yndyr, le të themi mund të ishte mishi i gjelit të detit, mund të ishte peshku, mund të ishte mishi i pulës, mund të ishte mishi i viçit, pse jo? Edhe mishdere mund të ishte, nëse do ishte pa yndyrë, dhe pjesa tjetër duhet ishte yndyrë e shëndetshme. Yndyrë e shëndetshme mund të kishim një vezë, veza pa tjetër që mund të ishte shumë e mirë për të konsumuar, por mund të ishte avokado, mund të ishte vaj ulliri që do serviret në sallatrat të ndryshme, pra farrat të ndryshme që ne konsumojmë, arrat, bajamet, lajthit, farrat e tjera që mund të përdoren në sallatrat të ndryshme, pra të gjitha këto do të ishin burimi i yndyrnave të shëndetshme. Pra, në këtë porcion, le themi, duhet të servirim, le themi, pjatës të Krishtlindjeve. Vetëm duke pasur parasysh që kjo natë nuk është natë për të qenë i të ngopur, për të ngrënë bollik. E rëndësishme është që ne të kemi afër njerëz të shëndetshëm, njerëz që na duan, që na respektojnë, që na dhurojnë pozitivitet, që bashkëbisedojmë me ta, dhe pse jo, programe televizive të ndjekim dhe të shikojmë dhe të është më tepër një mbledhje me njerëzit e tu më të dashur, më të afërt, dhe pse jo, edhe të trokasim gotat tona me një gotë verë, cilësore, patjetër. E me që se jemi të dollit, siç ne themi, që nuk mungojnë në rast të festash, edhe besoj nuk do të mungojnë edhe mbrëmjen e sotme në çdo tavolin festive. Sa duhet ta kontrollojnë pjesën e verës ose alkoolit, ndonjë gotë tjetër alkooli, derisa mendon ti që e sugjeron që nuk bën dëm? Ky është një porcion i ofruar për zonjat dhe maksimumi për meshkuj duhet ishte 2 nga këto. Kaq pak? Po. Po çfarë bën Onila? Po mirë, pak më afër asaj që me të vërtet ndodh. Sa mund të ishte tani? Jemi pak më tolerant. Më tolerant. Ne po flasim për mundësi e shëndetshme, pastaj nëse duam të flasim për mundësi... Deri kush limiti i shëndetit? Për mundësi alegriteti, natyrisht. Po mirë, tani një pyetje. Pse për zonjën e shtëpisë një gotë dhe për zotërinë e shtëpisë 2 gota? Sepse me metabolizmin tek meshkujt, jo, nuk është puna e shëndetit. Do të thënë kalorit funksionojnë ndryshe? Metabolizmi i meshkujve është, le të themi, pak më i fuqishëm se sa ai i zonjave dhe ato janë pak më tolerant, pak më të mësuar, pak më të privilegjuar, i marrin këshillat pak më me avazh. Gjithsesi, ne flasim për njerëz të shëndetshëm, sepse kur flasim pastaj për personat të cilët vuajnë nga hipertensioni, nga kolesteroli, nga diabeti, ata duhet jenë vërtet të kujdesshëm. Natyrisht, në rastin kur duan të konsumojnë ëmbëlsirën e vitit të ri e Krishtlindjeve, duhet ta konsumojnë, por të mundohen të shmangin karbohidratet, për shembull atë orizin që unë e thash, atë risotton që unë e thash, të shmangin dhe të lënë një vend për të konsumuar atë ëmbëlsirën. Po për pjesën e fëmijëve, fëmijët nuk pinë alkool, pjesën e lëngjeve që ata pinë, sa sugjeron të jetë limiti që nuk duhet kaluar? Tani, për fëmijët, natyrisht, anvisat duhet të bëjnë lëngje të shtrydhura në shtëpi. Ajo do të ishte gjëja më e mirë me copa frutash ose smoothie të ndryshme për t'i dhënë një ushqim të shëndetshëm, le themi. Nëse do preferonin që t'i jepnin diçka të shpejtë ku do të ishte një lëng i serviru, i blerë në dyqanet e ndryshme me konservant, aromatizues, ngjyrosës, sheqer të tepërt, patjetër që nuk është mundësi e shëndetshme. Është një mundësi ndoshta për të shmangur ndoshta atë kohën që i duhet një anvise për të shtrydhur frutin. Por nëse duam të jetojmë shëndetshëm
edhe të marrin përfitime maksimale, natyrisht do të ishte shumë mirë që t'i bënin një lëng të shtrydhur me fruta të ndryshme, me fruta të freskëta dhe të stinas, ku patjetër që duhet kishte pjesë edhe agrumet, që tashmë janë me shumë mis, le të themi, pak limon, portokall, do të ishin shumë të mira, molle, jeshile, mund të ishte një zgjidhje shumë e mirë, pra lëngjet e shtrydhura, sepse lëngjet kanë dhe këtë aftësinë që oksidohen pas gjysmore. Kështu që nëse ky lëngu do të shtrydheshe që në mëngjes për të konsumuar në darkë, nuk do të ishte përsëri një mundësi e shëndetshme. Një pyetje tjetër që lind në situata të tilla festive ku njerëzit kanë tendencën të konsumojnë pak më shumë, e balancojnë ngrënien paksa të tepruar me ujë tonik. Dhe mendojnë që uji tonik ndihmon. Çfarë mendimi ke ti për pjesën e ujit tonik, nëse me të vërtet të ndihmon dhe sa duhet konsumohet? Ti gjithmonë kur më flet për produkte të gatshme. Edhe unë do të thoja, unë po përpiqem të bazohem në realitet, sepse her pas here kemi tendencën që themi disa teori që janë paksa të vështira për të realizuar nga shumica. Dhe kur them ujë tonik është rasti më i mirë, se ka dhe është shumë e thjeshtë, mjafton të marrësh limonin, të shtrydhësh në ujin që ti konsumon dhe okay, e ke tonik dhe të mrekullueshëm, të ndihmon në tretje, të ndihmon në ekuilibrimin. Nuk e sugjeron ujin tonik të gatshëm. Jo, absolutisht. Ka sheqer apo shkakton fryrje dhe po është diçka e përpunuar, është diçka që është e bërë diku që ti nuk e di as se çfarë ndodhet ty brenda. Ndërsa në rastin kur ti bën një ujë me limon, e ke natyrale, s'ke nevojë, pse duhet ta konsumosh? Po, pse dhe soda nuk është mirë? Jo, nuk ka lidhje, po natyrisht ujë me limon do të ishte shumë i mirë. Se bishaka, unë po bëj batuta tipike që kam dëgjuar nga njerëzit kur i jep sugjerime, se unë duke qenë se kemi bërë shumë emisione bashkë dhe kam dëgjuar jo vetëm tek emisionet që kemi qenë bashkë, kam mësuar shumë nga gjëra që duhet të kesh parasysh, dhe kur ja them njerëzve të tjerë që duan të humbasin peshë ose të qëndrojnë atë peshë dhe mos të fitojnë më, dhe kur filloj me këto teoritë që bashkë i flasim këtu, më thonë gjitha këto që unë përmenda, jo po çfarë të bëjmë, dorim pa ngrënë. Ne të gjithë jemi unik dhe natyrisht zgjedhim të jetojmë ashtu siç na shijon dhe na gëzon. Jo të gjithë kanë mundësitë ndoshta për të ndjekur këshillat tona që ne japim, jo të gjithë duan ti ndjekin ato, sepse ja, si puna juaj, fol sa të duash për atë kadaifin, edhe do na dalin në ëndër kadaif. Konsumojni pambarimisht. Duat i them edhe adashës time Anilës, që nuk e dinte se kur ishte shfaqur, se kur ishte shfaqur kadaifi, i përket diku shekullit 15. Natyrisht në vendjet orientale, Turqi, Arabi, është shfaqur për. Më përmende kadaifin. Dhe jemi në periudhë që ka ëmbëlsira të ndryshme dhe që gjitha tolerojmë vetes nga pak. Cila është ëmbëlsira më e mirë? Ëmbëlsira më e mirë është një ëmbëlsirë që bëhet në shtëpi, natyrisht me sheqerin e frutave. Pra, nëse komponentët do të kishin në përbërjen e tyre mielin, por të ishte ndoshta edhe integral, pse jo do të ishte shumë mirë, dhe duke vënë copa frutash brenda për të bërë një kek në shtëpi me copa frutash të gatshme. Pra, drejt e keku, baklavaja, kadaifi e këto, panetone. Tani, atëherë, kekun me frutat natyrale do ta bëjë në shtëpi dhe do zëvendësonte panetonën e famshme, duke futur brenda fruta të thata, arra, bajame, lajthi, pra mund ta bëje shumë të mirë natyralisht me gjëra të shëndetshme. Panetonën e shmangëm. Ndërsa nëse bëhet fjalë për baklavane dhe kadaifin, natyrisht ne nuk duhet të ikim tradicionales pa harruar që një kallëp baklava ka diku 680 kalori, që 680 kalori janë për të bërë rreth 2 orë e gjysmë vrap, që nuk është pak për ta tretur atë. Problemi është që askush nuk konsumon një kallëp baklava. Tepsia është ambisat zije njëra me tjetrën, kush ta bëj tepsinë më të madhe, ndoshta i bëj karshillik për familjet që ruajnë traditën e vizitave në tek të afërmit, dhe që janë të detyruar të aprovojnë baklavan aty ku shkojnë. Pikërisht. Është mungesë edukate. Por problemi është që ti nuk është se këtë festën e mbaron me 1-2 kallëp baklavaje. Problemi është që ti kudo që shkon për vizitë do kesh të servirur baklava, e shijon, të pëlqen, sheqeri të jep varësi, të krijon varësi dhe natyrisht shkojnë hap pas hapi dhe
kaloritë e konvertuara pas festave janë shumë të mëdha, le të themi. Kështu që mundohuni, përpiquni që të paktën ta provoni atë baklavan, ta shijoni, por të jeni të kujdesshëm. Ndoshta për të konsumuar dhe 1-2 kalla baklava, por të jeni të kujdesshëm që të konsumoni sa më shumë perime dhe pak mish, diku 120 deri në 180 kalori, po që të jetë mish pa yndyrë, le të themi. Dhe në rastin kur konsumoni shumë baklava, mundohuni të shmangni djathrat e tepërt. Dhe sipas patologjive, ata që janë diabetik duhet jenë të kujdesshëm që mos të konsumojnë shumë ushqime që rrisin indeksin glicemik menjëherë, pra ushqime të cilët rrisin sheqerin në gjak dhe përkeqësojnë problematikat me diabetin. Personat të cilët kanë refluks duhet të mos konsumojnë, le të themi, shumë agrumet, mos të fokusohen tek ushqimet, tek limoni, tek portokallet, tek mandarinat, aty duhet jenë të kujdesshëm, dhe personat të cilët kanë sëmundje kardiovaskulare dhe probleme me yndyrat, të jenë kujdesshëm që të shmangin kripën e tepërt dhe yndyrën. Në rregull, Anila, të falenderoj shumë, të uroj Krishtlindje të mbara, sa më të bukura dhe gëzuar e dashur. E ndërkohë linja do të kaloj tani për Ivën.